E keni menu në herë se qka është bashkë sinceriteti, qka do me thonë sinceritet, në qofë se këshyrë në librin Allahut Azza wa Jall, është që Allahu subhanahu wa ta'ala sinceritetin e ka përmen me një formë jashtëzakonisht interesante, sa që çuditesh kur të pajsh se çfarë forme interesante ka përmen Allahu Azza wa Jall sinceritetin. E kur të nish tashti, ki me thonë, nuk ka të bajë kjo me sinceritetin. Edhe ki mu befasu që ka mundësi Allahu Azza wa Jall me të sqaru ty sinceritetin me qëtë punë. Më këshirë me qëka ka përmen Allahu Azza wa Jall edhe me qëka ka lidh Allahu Azza wa Jall sinceritetin. Sinceritetin kur ka dashme në ka kalzu, ka thonë tamel i sinqert. Lebanan khalisan, tamel i sinqert. Tamel i sinqert. Tamli edhe sinceriteti neve nuk na lidhet kur ka, vëzni, hiq. Për shkak se na edhe menja jonë, vëzni, është e shkurt, të më hanë mos me kanë rahmeti Allahut, me në mësu gjanat, është shumë problem me mësuna diçka. Nga vëzni, kur me kuptu të qka është sinceriteti, këshire tamlin, edhe sheh, edhe për cile, këshire pe i kuj del tamli i lopes, e sheh edhe fillon me kuptu sinceritetin. Tamli i lopes, vëzni, del prej aty ku është mish, gjak, limf, ajo qka realisht nuk ka të baj me tamel. Gjithë qka egziston pe aty pe i kuj del tamli i lopes, është diçka që s'ka mundësi me u lidh me kanë me tamlin. Do më thonë, mish nuk mënesh me lidh me tamel, gjaks mënesh me lidh me tamel, limfon nuk mënesh me lidh me tamlin. Do më thonë, gjithë qka është e pa mënesh me mu prodhu tamel. Kur del tamli, del tamel, i sinqert. A di qepin e sinqert, vëzni? Ata që kanë grumbullu tamel të lave marën vesh të është të mirë shumë. Kur të ka mjell dikush tamlin e lopes, edhe e ka grumbullu 3 litra, 5 litra tamel, në 5 litra tamel, në qofë se ka ra një pik gjak, veç një pik gjak, është duft me gjua ta tamel, nuk është kanë me sinqert. A kuptove që ka është sinceriteti, vëzni? Sinceriteti është duhet me kanë një këthjalt i pasht, të është i pëkthejmë vetën tonë. Që do me thonë, qysh me ba na një vej për sinqert, na qysh me kanë sinqert, edhe në qysh lohen, në vetën tanë ti, në vetën tanë, në krytë tanë, në trupin tanë, kiti plot ushtri, në vetën tanë, ki plot ushtri cilat pretendojnë, se cilat për këtyne ushtrije me nën me marë flamurin tanë, edhe me quty ka dën aj. Për shembull, epshi jonë, vazhdimisht tentojnë që me marë flamurin, aj me kanë komandanti joti, edhe me të komandu ty që epshi me qua atje dhe atje. Apo? Lakmia pretendojnë që aj me marë komandën tanë, edhe aj me të komandu ty, dhe më thonë, për shkak lakmisti me bakta dhe këta. Gjelozia që e kem, pretendojnë që me marë bajrakin tanë, edhe me marë komandën tanë, edhe gjelozia me qua atje, edhe me qua atje. Inati, këtë këtojnë ushtrin vetën tanë, që ti i ki në trupin tanë. Pej këtë në ushtrive, ti duhet me provue, me nxjerr një fjalë të pasht si tamli, pa pik inati, pa pik gjelozie, pa pik kurgjafën ta, do më thënë, pa gjak, pa kurgjafën, e qëtë fjallën të pasht si tamli, e prejk punën halal me kur fan interesi, veç për hirë të Allahut. Që është sinceriteti, vlanë? Që është sinceriteti? Të është, kur të mash vesh të qka do më thonë sinceriteti, të është e provon ti me kanë sinqert. E provon me e thonë një fjallë, pa e thonë atë fjallën për inatit atina. Me ba një vepër, pa e ba për lakmi, ose jo për gjelozit atina. Edhe provon që veprat e tua, fjallët e tua, veprimet e tua, hapat e tua, veqa jote, gjithë shka që ka banë me kanë e sinqert edhe pash si tamli.